Zonja dhe zotrinj, ju në gjatë jeta uroj të jeni mirë. Imagjinoni një shahist që luan kundër një kundërshtari, i cili jo vetëm që po përdor lëvizje agresive, por që ndonjëherë të vjen edhe ta kthen përmbys tavolinën e shahut. Për vëzhguesin e jashtëm, ky konsiderohet në pamje të parë një kaos, por për lojtarin tjetër, Pekinin, ky kaos mund të jetë saktësisht ajo që urdhëroi mjeku. Donald Trump mund të jetë presidenti amerikan më armiqësor ndaj Kinës, por megjithatë, Kina mund ta preferojë atë më shumë se çdo president tjetër amerikan. Për Pekinin ai shihet më shumë si një mundësi se sa si një kërcënim. Po ç'është kjo? Hajde ta shohim pak nga pak në detaj. 2 vite më parë, gjatë garës së fortë presidenciale amerikane, mes kandidatit Joe Biden, demokratit, pra dhe më pas Kamala Harrisit, sepse u zëvendësua, dhe kandidatit republikan Trump, një pyetje e madhe dominoi debatin global. Kë preferon në të vërtetë Kina? Shumica e vëzhguesve mendonin se Kina preferonte Joe Bidenin si përfaqësues i politikës amerikane tradicionale, e parashikueshme, e lexueshme bashkë me diplomacinë amerikane. Ndërsa Donald Trump, gjatë mandatit të tij të parë, nisi një luftë tregtare të ashpër dhe gjatë fushatës së tij e sulmonte vazhdimisht Kinën. Për çdo problem, Trump kërkonte Kinën nga pas, nga papunësia, tek ulja e ekonomisë, tek siguria kombëtare, tek kufit e shqyer në Meksikë e tjerë. Por ekzistonte edhe një këndvështrim tjetër, shumë më i thellë dhe më strategjik. Kina në fakt preferon Donald Trumpin. Ç'është kjo? Gazetari amerikan James Mann argumenton se Kina do të ishte më e kënaqur në thelb me fitoren e Trump sepsa me vazhdimin e demokratëve. Pse? Ai krijoi logjikën e zakonshme që thotë nëse Donald Trump sulmon Kinën, atëherë Kina nuk e do atë. Sipas tij kjo është e gabuar, sepse Pekini luan në dekada dhe jo në cikle lajmësh 24 orëshe. Në fakt, arsyet janë komplekse e ja t'i shohim. Së pari, Donald Trump është një tip lideri me të cilin Kina ditë merret. Ai ka një ego të madhe dhe beson se vetëm ai mund të zgjidhë problemet me marrëveshje personale. Shpesh duke anashkaluar edhe institucionet edhe ekspertët. Këtë po e shohim qartë. Kina i adhuron liderët që besojnë tek egoja, sepse ata mundet të kontrollohen përmes ceremonialit, madhështisë dhe lofdatave publike. Kur Trump vizitoi Pekinin në vitin 2017, lideri kines Xi Jinping i dha atij një pritje mbretërore në qytetin e ndaluar kines, një nder që nuk ishte bërë asnjë presidenti tjetër amerikan që nga viti 1949. Siç shkruan te gazeta kineze aso kohë Global Times, Trump është një tregtar dhe me tregtarët mund të bësh pazar si të duash, ndërsa me ideologët që kanë doktrinë dhe kanë doktrinë politike është shumë më e vështirë të merresh me ta, sepse ata besojnë tek doktrina, jo tek vetja. Së dyti dhe ajo që është më e rëndësishmja, shqetësimi kryesor i Kinës është rrjeti i aleancave që Amerika ka ndërtuar që nga lufta e dytë botërore në të gjithë botën. Donald Trump shpesh i përçmon aleatët e Amerikës duke i parë ata si barë financiare dhe jo si asete strategjike. Për Kinën, një Amerikë e shkëputur nga Japonia, nga Korea e Jugut dhe nga Europa, është një super skenar. Joe Biden ndërtoi rrethin e madh diplomatik me marrëveshjen AUKUS dhe forcimin e NATO-s drejt Azisë. Trump vjen nga ana tjetër i quajti aleatët parazit. Për Pekinin, slogani Amerika e para do të thotë në praktik një Amerikë e vetmuar. Dhe një Amerikë e vetmuar është një Amerikë e cila mundet të mposhtet akoma më lehtë në termat afatgjatë. Ne kemi qenë ata të cilët kemi mbështetur politikat sovraniste dhe të djathtën e Donald Trumpit aso kohë, por Trump erdhi më pas dhe tregoi që nuk ka bërë dhe as kishte ndërmend të bënte asgjë nga ato të cilat tha se kishte ardhur. Pra,
ai të gjithë ata të cilët mendonin se duhet ta mbështesnin atë dhe frymën për cilën ai erdhi, të gjithë aleatët e Amerikës, të gjithë ata të cilët besonin tek fryma e tij, i pasi barri, pasi parazit, vet Europa, vet aleatët e tjerë të Amerikës, por edhe të Trumpit, të cilët e mbështetën atë në këtë rrugtim, ai nisi të shoh si parazit të dëmshëm që duhen hequr nga trupi. Le të flasim tani për atë që Pentagoni e quan logjika e shterimit. Ç'është logjika e shterimit? Kur Trump urdhëroi goditjet ndaj infrastrukturës iraniane në fillim të vitit 2025, ai nuk po përdorte thjesht fishek zjarr. Ai përdori arsenalin më të shtrenjtë amerikan duke përfshirë raketat SM-6 dhe Tomahawk, të cilat kushtojnë miliona dollar secila. Pse kjo i intereson Kinës? Krahu inteligjent i Ministrisë së Sigurimit të Shtetit në Pekin e ka vlerësuar se çdo raket që Amerika e shpenzon në rërën dhe në shkretirat e Iranit është një raket më pak që mund të vendoset në rrugën e Tajvanit, në një konflikt të mundshëm ndërmjet dragojit kinez dhe Washingtonit për Tajvanin. Nëse Kina do të mësynte Tajvanin sot, SBA do t'i duheshin rreth 1200 raketa me rrezet gjatë veprimi vetëm brenda javës së parë për të pasur një shans suksesi. Por, në luftën e zgjatur në Iran, rezervat ushtarake amerikane kanë rënë 40% të kapacitetit minimal të sigurisë. Trump po luan një bixhoz me sigurinë e paqësorit për një fitore morale dhe politike në lindjen e mesme. Ky veprim shihet nga shumë analistë që kanë sy të hollë, veçanërisht ushtarakët, si një vetvrasje logjistike e cila i hap rrugën dragojit kinez për të dominuar detet e Azisë, atje ku Amerika po shpërndahej me shumë kujdes. Kjo na çon tek lufta e naftës dhe burimeve energjetike. Donald Trump mburret vazhdimisht se Amerika është plotësisht e pavarur për energji, por ky është një pohim i cili fsheh një realitet shumë ndërlikuar. Amerika prodhon kryesisht naftë të lehtë, ndërsa rafineritë e saj gjigande janë ndërtuar historikisht për të përpunuar naftë të rëndë, si ajo që vjen nga Venezuela dhe nga Iran. Ndërsa Trump bllokoi naftën e Iranit me sanksione dhe operacione ushtarake, Kina ka krijuar një flotë fantazëm me mbi 300 tanker pa flamuj të qartë që transportojnë naftë iraniane drejt provincës Shandong me çmime jashtëzakonisht të ulta që nuk i kishte imagjinuar dot më parë. Pas luftës, sa më shumë që Donald Trump shtrëngon litarin ndaj Teheranit, aq më shumë naftë e lirë po shkon drejt depove strategjike të Xi Jinping. Kjo situatë po vepron si një subvencion i tërthort masiv për ekonominë kineze, duke u dhënë fabrikave të tyre një avantazh kostoje që asnjë tarifë doganore nuk mund ta neutralizojë. Përpjekjet për të goditur Kinën përmes ndërhyrjeve në vende si Venezuela apo Irani nuk kanë dhënë asnjë rezultat të pritur. Rasti i Venezuelës është shembulli perfekt i këtij dështimi spektakolar. Edhe pse Amerika ndërhyri fuqishëm, marrëdhëniet mes Caracasit, Venezuelës dhe Pekinit mbetën të forta dhe Kina i zëvendësoi lehtësisht humbjet e përkohshme në Venezuelë duke u furnizuar nga burime të tjera në fillim të vitit 2026. Paradoksi më i madh strategjik në këtë histori është ky. Nafta që Kina e ka vërtet të vështirë ta zëvendësojë nuk është ajo e Iranit as nafta e Venezuelës, por nafta që vjen nga aleatët e Amerikës në Gjirin Persik. Këto vende furnizojnë mbi 43% të gjithë naftës që konsumon Kina. Nëse SBA do të donte realisht të gjujzonte ekonominë kineze, amerikanët duhet të bindin këta aleatë që të ndalonin eksportet e tyre drejt lindjes. Por kjo nuk mund të ndodhë, sepse kjo do të shkatëronte ekonomitë e Gjirit brenda natës.
dhe do të shkaktonte një kolaps ekonomik global që do ta godiste vetë Amerikën. Çdo kolaps global godet vetë më të madhin sigurisht. Ironia është se ndërsa lufta ndaj Iranit supozohej të godiste Kinën, rezultati ishte tërësisht i kundër. Irani reagoi duke bllokuar furnizimet e aleatëve të Amerikës, ndërsa Washingtoni u detyrua të lehtësojë në heshtje sanksionet ndaj naftës iraniane dhe ruse, që të shkojë drejt Kinës për të parandaluar një rritje katastrofike të çmimeve të naftës në tregun botror, që ka nisur të jap shenjat e para. Kina doli nga kjo situatë më fort se kurrë. Ajo ka ndërtuar rezerva gjigande të cilat mjaftojnë për muaj të tërë, ka investuar më shumë se kushdo tjetër në makina elektrike dhe në energji të rinovueshme, duke e bërë Kinën më rezistente ndaj goditjeve energjetike se sa çdo vend tjetër perëndimor, energjetik e varur nga nafta dhe gazi. Përtej naftës, kemi fushën e betejës padukshme, hapësira kibernetike. Gjatë krizës me Iranin, vëmendja e inteligjencës amerikane u përqendrua pothuajse tërësisht tek hakerat iranian dhe tek mbrojtja e infrastrukturës kritike në lindjen e mesme. Ky vakum, vëmendje, u shfrytëzua nga grupe kineze të mbështetura nga shteti, si Vol Tupon. Raportet e fundit të vitit 2026 tregojnë se Kina ka arritur të depërtojë në rrjetet elektrike dhe sistemet e ujësjellësit në 10 qytete amerikane, duke pritur momentin e duhur për të krijuar kaos në zemër të Amerikës. Trump është i fokusuar tek forca ushtarake konvencionale dhe tek shfaqja e muskujve dhe fotove me AI, shpesh ka neglizhuar mbrojtjen e sofistikuar kibernetike, duke parë teknologjinë më shumë si një mjet tregtar dhe biznesi se sa një armë ekzistenciale në luftën e re që po bëhet sot në botë. Nëse ka një gjë që Pekini e urren vërtet, ai është uniteti i bllokut perëndimor. Ish administrata amerikane kuptoi këtë parim dhe vrapoi për të riparuar marrëdhëniet me aleatët. Trump erdhi me një qasje krejt tjetër, i pa aleatët e tij si transaksione financiare të thjeshta. Diplomatët evropianë në Bruksel ankohen hapur se me Trumpin pushtet ata nuk trajtohen më si partner. Madje as vendet e tjera të cilat kanë qenë partner tradicional të Amerikës nuk janë trajtuar më si partner. Sot e kësaj dite ne në Shqipëri, vendi më partneri më i madh, më aleati më i madh i Shqipërisë, sot Shqipëri na i bjen ambasada, na i bjen Amerika mesazhet me një ambasadore me minifund në Athinë, e cila vjen bën takime me Edi Ramën private në kryeministrinë 12 natës. Pra na sheh si dyqane të vogla dhe i sheh aleatët si transaksione, si pazar, si biznes, si mall kinez në supermarket. Ky është gabim fatal dhe gabim strategjik. Kina e ndjek me kujdes këtë situatë dhe po e shfrytëzon këtë çarje historike me një mjeshtri të madhe. Çfarë po i ofron Gjermanisë dhe Francës, Italisë gjithashtu, marrëveshje teknologjike masive dhe qasje në tregun e saj gjigant, duke u thënë Amerika po ju çon drejt një lufte që nuk është lufta juaj, ne ju ofrojmë rritje ekonomike, tashmë zgjidhni dhe merrni çfarë doni. Por duhet jemi të kujdesshëm në analizë, sepse jo çdo gjë është fitore e pastër për Pekinin. Donald Trump mbetet një lojtar jashtëzakonisht i paparashikueshëm. Dhe ky është rreziku më i madh për Partinë Komuniste Kineze, duhet ta dimë dhe këtë. Nëse ai vendos papritur tarifa doganore prej 60 apo 100% për produktet kineze, kjo do të godiste direkt zemrën e industrisë kineze. Një lëvizje e tillë mund të shkaktonte papunësi masive në provincat bregdetare, çka është maksi më i madh i udhëheqjes kineze, pasi mund të çojë në protesta dhe në paqëndrueshmëri ekonomike, që prodhon automatikisht dhe paqëndrueshmëri sociale. Gjithashtu, shkëputja e dhunshme teknologjike që po tenton ekipi i Trump mundet ta lërë zhvillimin e inteligjencës artificiale në Kinë
disa vite prapa standardeve globale. Pra, pa qipat, microchipat më të avancuar Amerikan, ambicjet e liderit komunist Xi Jinping për të qenë lider botëror në inteligjencë artificiale deri në 2030 janë rrezik serioz. Pra Kina po luan një lojë të rrezikshme, po shfrytëzon dobësimin e Amerikës si udhëheqëse globale, duke shpresuar se kostoja ekonomike që Trump do t'i shkaktoj Kinës do t'jetë më e vogël se përfitimi strategjik që ajo do të korrë nga kjo betejë, qoftë e përkohshme, qoftë e përhershme. Sot në prill të 2026-s, harta gjeopolitike duket më turbull se kurrë. Amerika është thellësisht e përçarë nga brenda vetes. Gjysma e popullsisë pyet me zemërim se pse po shpenzohen miliarda dollar nga Donald Trump dhe pse po humben jetë njerëzish ushtarësh amerikan në konfliktet pafundme të lindjes mesme, ndërsa infrastruktura në shtëpi po rënohet çdo ditë më shumë dhe Kina po dominon tregun e makinave të ardhshme dhe energjisë së gjelbër. Çfarë po ndodh? Kina nga ana tjetër po ndjek një strategji të durimit strategjik. Ajo nuk po nxiton të bëjë lëvizje ushtarake që mund të bashkojnë gjithë botën kundër saj. Ajo thjesht po pret që sistemi i aleancave në perëndim të kalbet dhe të shpërbëhet nën peshën e mosbesimit dhe të izolacionalizmit amerikan, i cili është futur në vetvete dhe ka nisur të braktisë të gjithë aleatët dhe të gjithë ata të cilët kanë qëndruar me Amerikën gjatë gjithë dekadave të shkuara pas luftës dytë botërore deri më sot. Nëse Donald Trump është presidenti më armiqësor ndaj Kinës në retorik, ai është gjithashtu ai i cili përmes veprimeve të tij po e bën Amerikën më të vogël dhe më pak të rëndësishme në sytë e komunitetit ndërkombëtar. Për një superfuqi që kërkon të zëvendësojë rendin aktual botëror, një Amerikë e izoluar, e zhurmshme dhe e lodhur, e raskapitur nga luftrat, është saktësisht dhurata që Sun Tzu do të kishte përshkruar si rrugën më të shkurtër drejt fitores totale ndaj hasmit amerikan. Pyetja që mbetet për të gjithë ne nuk është nëse Donald Trump e urren vërtet Kinën apo jo. Pyetja vërtet është apo i shërben kjo urrejtje dhe kjo qasje agresive e interesave afatgjara të popullit amerikan, apo po kthehet në karburantin kryesor që furnizon fluturimin e dragojit kinez drejt fronit të ri të botës? Nëse analiza e shumë ekspertëve dhe think tankeve më të mëdha është e saktë në Amerikë, Trump nuk është armiku që Kina kërkon të asgjësoj, por është mjeti i papritur me të cilin Amerika është duke e mposhtur vetveten sot. Dhe ndërsa bota fokusohet në cicërimat e tyre në rrjetet sociale, te kërcënimet e ashpra televizive në prapasken, historia po shkruhet nga ata të cilët kanë durimin të presin që kundërshtari të bëj gabimin e fundit fundosës dhe fatal. Ne jemi dëshmitar të një ndryshimi epokal, ku ndërsa lojtarët po lëvizin pozicionet e tyre në hartën e gjeopolitikës botërore, Pekini i ka ndryshuar të gjitha rregullat e lojës në shah, duke na lënë pas një tabelë të cilën ne nuk e njohim më sot fare. Në fund të kësaj panorame të turbullt, miq të dashur, është domosdoshme të heqim pak emocionin nga analiza dhe të vendosim disa kufi të qartë mes perceptimit dhe realitetit strategjik. Narrativa që Kina preferon Donald Trumpin është pak e thjesht për të konsumuar, por tepër e thjesht për të qenë saktë. Fuqitë e mëdha sot nuk funksionojnë me preferenca personale, por me balanca force, kostoje dhe kohe. Forcë, kosto, kohë. Pekini nuk po zgjedh një president amerikan si një garë elektorale. Ai po lexon një sistemin amerikan. Dhe ajo që sheh nuk është thjesht një lider si Trump, por një Amerikë e cila her pas here lëkundet mes dy modeleve. Njëra që ndërton koalicione dhe rregulla
dhe tjetra që i sheh ato si pengesë. Për Kinën, problemi real nuk është agresiviteti i Amerikës dhe i Donald Trumpit, por koherenca e Amerikës. Një Amerikë e fortë nuk është domosdoshmërisht ajo që bërtet më shumë apo ajo që ulëret më shumë, por ajo që arrin të mbajë të bashkuar të gjithë aleatët e saj dhe të projektojë stabilitetin e ardhshëm global. Par nga ky këndvështrim, është e vërtet që disa veprime të Trump krijojnë hapësira që Kina i shfrytëzon sot me zgjuarsi. Çdo krizje në marrëdhëniet me Europën dhe me aleatët e tjerë, çdo tension me Japoninë dhe Korenë e Jugut, çdo dyshim mbi rolin e NATO-s apo marrëveshje si AUKUS e tjerë, është një çarje e padiskutueshme në arkitekturën që ka kufizuar Kinën për dekada të mos zgjerohet. Dhe këtu nuk ka më asnjë iluzion. Pekini nuk ka më nevojë të fitojë një luftë për të avancuar. Pekini mjafton që kundërshtarit të dobësojë vetveten. Atyre u mjafton kjo. Por kjo është gjysma e të vërtetës. Gjysma tjetër është që duhet ta themi se Trump përfaqëson një rrezik real dhe të drejtë për drejtë për Kinën si doktrinë. Politika tregtare, qasja ndaj teknologjisë, mbi të gjitha gatishmëria për të ndërmarrë vendime të menjëhershme dhe të forta, mund të godasin pikërisht zemrën e modelit ekonomik kinez. Dhe një përshkallëzim i pakontrolluar i tarifave pas një diskutim, një shkëputje e thellë teknologjike apo një presion i koordinuar mbi zinxhirët global të furnizimit do të krijonin pasoja që Pekini nuk i kontrollon dot lehtësisht në afatmesëm as në afatgjatë. Pra realiteti është një ekuilibër i brisht. Kina përfiton nga kaosi, por nuk e kontrollon kaosin. Ajo shfrytëzon përçarjet, por nuk i krijon gjithmonë vetë. Dhe mbi të gjitha, Kina nuk e ka luksin të përballet më me një Amerikë që vendos të veprojë me vendosmëri të plotë, ekonomike dhe teknologjike, dy armët më të forta të Amerikës. Kjo na çon tek përfundimi më i rëndësishëm. Pyetja nuk është nëse një president amerikan është i mirë apo është i keq për Kinën. Pyetja është nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës funksionojnë si një fuqi e bashkuar apo si një sistem i fragmentuar. Sepse historia na ka treguar se superfuqitë nuk bien vetëm nga presioni i jashtëm, por nga paaftësia për të menaxhuar kontradiktat e tyre të brendshme. Dhe kjo është ajo që po ndodh sot në Amerikë. Në këtë kuadër, kinezët po ndjekin një strategji klasike që i atribuohet shpesh Sun Tzu, të mos përballesh drejt për së drejti me një kundërshtar të fortë si Amerika, por të presësh që ai të gabojë dhe të zhyz veten. Nuk është një strategji spektakolare, sigurisht, por është një strategji që funksionon në terma afatgjatë kohor. Dhe këtu qëndron thelbi i gjithë kësaj epoke. Ne nuk jemi përballë një loje ku njëra palë po fiton në mënyrë absolute dhe tjetra palë po humb në mënyrë absolute. Jemi në një fazë ku avantazhet ndërrojnë duar në varësi të vendimeve të momentit të secilit lider. Një ditë një vendim i Washingtonit jep avantazh Pekinit, ditën tjetër një politikë ekonomike apo teknologjike në Washington mund ta kthejë balancën në anën tjetër. Dhe kjo nuk vlen vetëm për Amerikën, por për gjithë botën. Prandaj, përfundimi serioz nuk është dramatik, por është i ftohtë. Kina nuk po fiton sepse Amerika është e dobët. Dhe Amerika nuk po humbet sepse Kina është sot e fortë. Rezultati final i kësaj betejë do të përcaktohet nga një faktor i vetëm. Nëse Amerika arrin të ruajë koherencën e saj strategjike në një botë që po bëhet gjithmonë e më fragmentuar, atëherë do të shohim një tablo tjetër në tërezën e shahut. Nëse kjo koherencë rikthehet, çdo avantazh i përkohshëm i Pekinit do të zhduket. Nëse jo, atëherë Kina nuk ka nevojë të bëjë asgjë spektakolare. Mjafton të presë që Amerika të vetvritet. Dhe në gjeopolitik, ndonjëherë, arma e durimit është arma më e fuqishme që ekziston.
ndaj u bëj thirrje vazhdimisht të duroni. Në fund të gjithë kësaj loje të madhe globale, ka një rrezik që ne shqiptarët e bëjmë shpesh. Presim që zgjidhjat na vijnë nga jashtë, nga qielli. Presim nga Amerika të na shpëtojë, të tjerë shohin nga Rusia dhe nga Kina, sikur fati ynë të jetë një çështje që vendoset në tavolinat e huaja, ku ne jemi vetëm spektator ku presim të hamë. Ky është iluzioni më i rrezikshëm që i ushqehet shqiptarëve sot. Asnjë fuqi e madhe në histori nuk ka zgjidhur problemet e një kombi tjetër për hir të tij. Fuqitë e mëdha nuk kanë miqësi, kanë vetëm interesa. Dhe interesi i tyre për Ballkanin nuk lidhet me zhvillimin ton, por me pozicionin ton. Ne jemi në një korridor, në një nyje, në një hapësirë ndikimi gjeopolitik. Dhe nëse nuk e kuptojmë këtë, rrezikojmë të mbetemi gjithmonë objekt i lojës së madhe, kur subjekt i saj. Ballkani po ndryshon me shpejtësi. Presionet po rriten, balancat po lëkunden dhe ajo që dje dukej e qëndrueshme sot është në diskutim. Në një realitet të tillë pritja është luks që nuk e kemi. Sepse ndërsa ne presim zgjidhje që na zbresin nga qielli, të tjerët në rajon janë duke përcaktuar pozicionet e tyre të luftës me kohë. Dhe kjo është koha për një kthes të trunit dhe të mendësisë tonë. Shqiptarët nuk mund të ndahen më në tifoz të fuqive të huaja, nuk është çështje je pro-amerikan, pro-rus apo pro-kinez. Këto janë etiketa idiotësh në internet për një botë e cila po bëhet gjithnjë e më brutale, më e pamëshirshme në logjikën e saj. Çështja e vetme reale sot, jemi pro interesit shqiptar apo jo? Sepse vetëm një vend që di çfarë kërkon mund të negociojë me fuqitë e mëdha. Vetëm një shoqëri që mendon në mënyrë strategjike mundet të mbijetojë në një kohë ku strategjia po zëvendëson retorikën. Kujdes. Nëse vazhdojmë të presim të na vijnë nga qielli, do të vonohemi miq. Nëse vazhdojmë të ndajmë veten sipas fuqive të jashtme, do të dobësohemi. Por nëse fillojmë të mendojmë sot si një faktor rajonal, jo si viktima, por si aktor, atëherë edhe fuqitë e mëdha do të detyrohen të na fusin tek llogaritë e tyre. Përndryshe, kjo është e vërteta e ftohtë. Askush nuk do ta ndërtojë të ardhmen tonë për ne. Dhe kjo është edhe mundësia më e madhe. Për herë të parë, pas shumë kohësh, gjithçka varet nga sa shpejt ne shqiptarët do ta kuptojmë këtë. Duke ju falenderuar për kohën tuaj të çmuar, për mbështetjen që na keni bërë, mos harroni të bëni kanalit like, share, subscribe. Qofse mendoni se video ka ndonjë vlerë, merreni, çojani atë pjesës tjetër të shqiptarëve dhe mos harroni takimin ton ditën e diel në orën 21:30 live në këtë kanal, ku do të jemi bashkë për të diskutuar për dy kolonat vertebrale të ekzistencës tonë si kom, kodin zgjedhor të sjellim sistemin e Kosovës dhe të mos lejojmë shitjen e Shqipërisë. Sa më shumë të jemi, sa më shumë të njoftoni miqt, shokët, dashamirësit, të afërmit, familjarët, aq më shumë do të na ndjekin të huajt dhe ndërkombëtarët. Aq më shumë do të mendojnë se jemi dhe aq më shumë do të na marrin në konsiderat. Do të rishihemi shpejt në mbrëmje mbase sonte me live 21:30 për zhvillimet e mëdha të cilat lëvizin me shpejtësinë e dritës. Deri atëherë kalofshi mirë.